Si fillim me shëndet? Me shëndetja mirë, faleminderit. Përmirësimi ka qenë goxha i mirë. Syt shpëtuan, jam i detyruar të mbaj syzet edhe për shkak të dritave sepse kam çik problem këtë pjesën e kësaj derisa ta ambientohem. Shenjat pothuajse kanë ikur të tëra, siç e pa dhe ju vetë. Që u habitët më dje. Po një rikuperim shpejt. Okej, tash vazhdoj ky rikuperim vazhdon, sado janë ca probleme të vogla të brendshme që janë të padukshme në po që isha vetëm unë, kështu që. Është okay. Kjo është super. Tani është okay. Se si dash që je në shenjë zodiakale, është folur dhe është përmendur dhe është lakuar, evidentuar që ti do kesh më mirë nga ç'ke qenë më përpara. Këtë gjë diskutova, energjia dominante dhe energjia e suksesit. Nuk e di sa ndjen ti këtë gjë. Këtë po diskutoja me Fifin. Jeta tha, ky është viti jonë, se dhe Fifi është dashje. Po. Edhe po diskutonim, çështja jo po lekët, jo po ardhmja, jo po suksesi, jo po kjo, jo po ajo. Dhe i thashun, po mirë, okay, po unë i shkreti i thashë po ju sakat te ky viti jonë, se ishin ato ditët më njëherë pas incidentit. Edhe po më pra se e lam të keqin në 2025, bëjmë namin tash në 2026. Tash shpresojmë që ta bëjmë një nam. Kemi një projekt deri diku që themi që do ta vëmë në jetë dhe do të jetë spektakolar. Ndryshe nga çdo projekt tjetër, shumë një diçka midis realitit edhe promovimit. E ke diskutuar ti diku tjetër këtë gjë apo? Jo, është ekskluzive, jo se kam thënë në asnjë vend tjetër. Pra, ke një projekt tëndin që je duke punuar për këtë dhe jam duke punuar, projekti është gati, tash presim vetëm personazhe showbizi? Një personazh për çdo puntat do ketë një personazh showbizi që do të jetë me mua. Do të jetë një formë reality. Një formë reality dhe një formë promovimi i le ta themi turizmit shqiptar. Okej, një alternim. Suksese shumë patjetër. Edhe me punë patjetër që çdo gjë arrihet edhe bëhet. Patjetër. Tani për të përshëndruar aty ku ne kemi interesin Big Brother, si vesh për të dëgjuar bombat e tua të një se sapo postova një foto, po të dëgjoj dhe po të shikoj njëkohësisht me vëmendje dhe je aktualisht aty tek faqja e Bikut edhe po, sepse isha duke parë. Ne lajmet e fundit çfarë ndodha. Po jo, ishte, domethënë, ishte para 2 ditësh në orën se unë nga që e ndjek deri vonë edhe para 2 ditësh në orën 5 të mëngjesit dëgjoja 4-5 të mëngjesit dëgjova Kesin që kërcënoi Inën që do të mbush me grushta. Ishte një deklaratë. Ja, një sekondë ta them. Ka kushtuar do të mbush me grushta jashtë. Dhe kam mbetur një ditë e gjysmë për ta rigjetur deklaratën se nuk e gjeja në asnjë vend. Dhe shqyqyr Zotit ma ka gjetur patjetër dhe shqyqyr po dhe shqyqyr Zotit ma gjeti e kam postuar unë po e kam hedhur tash shpresoj që masa të merren po dyshoj sepse infot janë që ai djalë është pjesë e një është familjari dikujt që është aty brenda, që punon aty, sepse po i toleron shumë gjëra dhe mbasi tash ka ardhur koha që paktën neve jashtë ta ngrem zërin për të marrë një masë. Se për kërcënime, për ishte shumë e rëndë. Realisht ishte shumë e rëndë. Dhe patenta e Big Brother nuk e fal. Absolutisht prapë. Mbaj mend 10 apo par vjet kur ka qenë ai që u përjashtua në sekond që tha unë kam pasrahur gruan. Po ishte deklaratë. Një në Shqipëri ish futbollisti që u përjashtua brenda sekondit pse e bëri këtë deklaratë në kohë. Po hunosh gruan? Po tash një gotë sipër aty mbase pa. Kështu që ai bëri një deklaratë që kishte bërë kur ka qenë jashtë, ndërsa ky bëri një deklaratë që ishte brenda kur të dalin jashtë. Nuk e shoh akoma domethënë, ka punuar vetëm me dije të plot. Pikërisht që përveç arrogancës edhe ignorancës që ai njeri shpreh, dhe më pëlqeu shumë djalë Kita Vesiu që i ka rënë në kokë. Djeja ka thënë më troç nuk ka dhe ai me atë arrogancën e vet. Jo vetëm, ai s'është pak, e ka goxha probleme atë. Ai vazhdon, është arrogant, nuk pranon asnjë këshill. Është tipika ideali i përkëdhelur, është ideali që është dhënë për herë gjithçka. Po mami dhe babi jote nuk të kanë mbajtur. Po deklaratat përpara një vajze. Zemër ti ke punuar për të fituar të ardhurat e. Pa i mbase s'ka punuar kurrë. Po e dim ne vetë. E kuptoj. Kjo ishte shokante njëherë, kjo ishte deklarata më e shëmtuar, më
më pa arsye, pa logjik, pa sens, pa shtyllë kurrizore. Dhe nuk vim dot edhe një anë të përbashkët, se supozoj që ata kishin qenë miq më përpara, Ina më pas u futu, unë kam një mbështetje dhe nuk doli ashtu në fakt. Në fakt ata dolën miq me friends with benefits, me sa po shoh unë, po nejse. Ideja është ky Big Brother për mua ka një skenar që është aq i lexueshëm saqë ju nuk e keni idenë. Që në momentin për shembull që unë mora vesh që do futej Casey në fillim, kam thënë atëherë këta do të fusin dhe do të fusin Stelinën, do të fusin dhe Inën, do të bëjnë një trekënd që këta patjetër që këta pse shumë e lexueshme. Një lloj telenovele, sepse domethënë është e njëjta gjë që është bërë në përputhën, tash ata e spostuan prej aty dhe të kaluan në Big Brother. Dhe këtë gjë unë e kuptova që në momentin që Casey u pezullua nga programi dhe hiku i irrituar gjasme la programin e përputhën. Një lloj skenari alla Neda Balluku, aq i shëmtuar sa s'mund të imagjinohet. Wow. Si kur ndonjëherë përpara, Bigu kësaj here ka qenë një format, të themi, me bindje që është parashikuar, është lexuar. Çdo lloj gjë, domethënë u bë. Nga ty do sa po edhe nga vetë audienca. Elton si shikon largimin e Ilir Venozit ditën e sotme. Po, aty sa për një arsye shëndetësore familjare etj. Unë prisja shumë fakt nga Iliri, kur ka hyrë Iliri kam thënë okay, Iliri do të jetë poli shtëpisë. Pastaj përfundoi si ai Winnie the Pooh me atë tasin e mjaltit aty në sepse gjatë gjithë kohës mjalt. Sepse ishte ai tipi babaxhan që është tipik Winnie the Pooh. Pa ta shohësh pa. Edhe e kisha krijuar idenë që po do ishte ai opozitari i përhershëm, po nuk është formati i Ilirit. Iliri duhet të jetë në një vend ku të vuaj që të mbije, domethënë që i duhet të mbijetoj. Dhe në atë vend ai kishte çdo gjë. Kishte çdo gjë dhe nuk kishte se për çfarë të debatonte aty. Të tjerët po e ruanin shumë sepse ai shpërtheu vetëm një herë që pati atë shpërthimin në fillim, e ruajtën të tërë pa. E ruajtën të tërë shumë, kaq edhe nuk krijuan pak edhe alianca me Iliris, kur po e donin shumë dhe në momentin që të duan nuk kishin si bën debat. Pikërisht pra. Të gjithë e ruajtën, të gjithë e donin. Iliri si personazh është njëri që është për të dashur, sepse është magnet, po. Po, është babaxhan, i dashur, i sjellshëm me gjithë, është i përkujdesshëm, unë kam vënë që ai ishte. Po ti ke si personazh preferuar atë do tani, jo? Jo, personazhi im i preferuar është Kristi. Absolutisht Kristi për mua është. Kam parë tekstin në Instagramit tonë që Kristin e ke. Kristi për mua është zbulim, nëse ky Big Brother ka një personazh realisht po e pëlqej, domethënë hyri me një lloj antipatie shumë të madhe dhe është ajo që themi që Big Brotheri o të ul o të ngre dhe Kristin Big Brotheri po e çon në maj sepse ka një lloj populariteti, audiencë të frikshme. Unë po shifja shikoja edhe faqe që deri dje e kanë sulmuar, deri dje domethënë e kanë bullizuar për tipin e tij, për të folurën, për mënyrën si vishet të tjerë. Jo, tani të tërë e kanë Kristin për zemër dhe batutat e Kristit kanë qenë spektakolare. Ka personazh ka të preferuar Kristi. Sepse përdori batutën, më Kristi është shumë origjinal. Dhe për më tepër është një njeri që i ka vajtur të gjithëve ballë për ballë. Unë sa harroj kur i tha Kesit që me njerëzit si ty, unë kam ardhur këtu ku jam dhe pa i përmendur bilbilin që i tha unë e kam bilbilin me vete merre dhe fryje kur të duash, pa përmendur batutën tjetër që i ka bërë Malit, pa përmendur atë që i ka bërë sot Erik Lloshit, pa i përmendur të tëra këto. Për mua, Kristi është duke bërë lojën më të bukur brenda shtëpisë Big Brotherit. Po pretendent tjetër aty për të qenë në finale ose ndoshta tash fituesi dihet që është Stenaldo. Patjetër, Stenaldo është, po ja pra të ta them unë. E para, Stenaldo vetë si personazh është super personazh. Po. Është një njerëz që është analitik, është një njerëz që që studion çdo lloj gjëje dhe ta mendosh është i verbër. Ka një lloj elekuence të papar, ditës bërthej çdo lloj situate brenda pavarësisht se nuk shef, po vetëm dëgjon dhe Stenaldo unë e kam parë se jam bërë shumë kurioz, u futa në tërë historikun e Big Brother, është i vetmi njeri i verbër, konkurrent i verbër që ka hyrë në Big Brother në të tërë botën dhe patjetër që do bëjë risi dhe se është edhe ai vetë personazh tash që themi të drejtën dhe unë mendoj që ai patjetër që ka për ta fituar, unë nuk kam gabuar kur në parashikimet e mia të fituesit dhe
pavarësisht se unë dua shumë që ta fitoj Kristi, por në rastin e Stenaldos. Stenaldos. Mos i nxituar përpara kësaj deklarate. Jo, zemër, unë kam në momentin e parë që kanë hyrë konkurrentët, në çdo Big Brother unë kam shpallur fituesin. Absolutisht. Sepse të paktën kush ka hyrë unë i kam njohur pothuajse të tërë. Dhe unë e kam nditur si ka qenë Idir Shaqiri, e kam nditur si ka qenë Luizelli, e kam nditur si ka qenë Egla Ceno, e kam nditur si ka qenë Rozana Radi, pavarësisht se okej, e mori kush e mori, po. Pra ti vazhdon të mendosh që është Stenaldo dhe patjetër, Stenaldo është fituesi i Big Brotherit. Mendon ti se Kristi Vetëm në qoftë se mund të çdoj rrugës, ose për arsye shëndetësore mund dalje. Por nëse Stenaldo është deri në fund, Stenaldo është fitues, patjetër. Mendon që Kristi ngjan pak në mënyrë të si përfshihet në lojrat e katapultohet aty në Big Brother me Luizelli? Të lutem shumë mos bëj krahasime me Luizelli se është i pakrahasueshëm. Ne ndërpresim këtu këtë gjë, mos. Okej, Është vërtet. Loja e Luizellit është e pakrahasueshme me asnjëri. Është domethënë Luizelli ka ndryshuar rregullat e Big Brotherit në Shqipëri. Dhe në Kosovë, po të shikosh, kushdo që hyn mundohet të imitojë Luizellin. Në Kosovë po i bëjnë flokët e verdha, në Shqipëri po mundohen të bëjnë lojën e atit. Kështu që domethënë janë të gjithë njerëzit që janë fokusuar dhe kopjojnë Luizellin. Është gjithmonë është e shëmtuar. Është e shëmtuar, kështu që është e kot. Për mua Big Brother ky duhet të jetë i fundit Big Brother VIP sepse nuk kam kuptim. Po. Ky është Big Brother i fundit. Duhet të jetë. Duhet të jetë. Po. Të bëhet një All Stars pastaj në fund ku përsëritojnë këto personazhe dhe pastaj kur unë kam pyetur Luizin nëse do futet në All Stars, më ka thënë po. Kështu që shpresoj që ta mbaj fjalën, siç ai vetëm ai di ta mbaj. Dhe pastaj çfarë do pas kësaj? Pastaj le të filloj një big, po, mua ma ka pohuar. Po le të filloj një big normal, pse jo?